besu bashkë. Që shikoj qytetari, dhe jo padaksin komedian që nuk qes njeri. Isha vetëm 11 vjeç kur ndryshoi regjimi, kur menduam se ndryshoi regjimi. Regjimi nuk ka ndryshuar, vetëm formë, përmbajtja është e njëjta. Duan t'ju përçajnë, duan t'ju fusin lloj-lloj plerash midis. Po ne nuk bëhemi pis. Ika nga Shqipëria se nuk doja t'ja shisja shpirtin shejtanit. Dhe nuk ka për t'ja shitur shpirtin shejtanit. As kur kisha pozita, as sot që kam pozitat e mia, me tjerë shëndime me shpatullat e mia. Dhe këta nuk mund të tallen me ne. Këlyshët e Ramiz Alis nuk mund të tallen me ne. Nuk kanë asnjë të drejtë. Këlyshët e parlamentit nuk mund të tallen me nënat e atyre që emigrojnë si unë sot e kësaj dite. Ndërkohë që nënat e tyre tregojnë varset e Floririt nëpër kafenetet e Shqipërisë. Nuk ka një për revoltën, por nuk jam i revoltuar pa sa ju. Këta kanë frikë se kush do na fusin në Europë. Ne jemi Europa. Ne nuk kemi nevojë për Europën e këtyre. Ne jemi Europian. Jemi Europian në gen. Sot merren me kode gjenetike. Fjalën gen e kemi ne. Fjalën gen unë e kam në emër, fjalën gen e keni gjithë ju në emër. Ne jemi gen i Europës. Ne nuk jemi të shitur. Këta ja kanë shitur shpirtin shejtanit, që nga Berisha e deri te ky Bisha. Ky karagjoz që mendon se bën stand-up me njerëzit e administratës, që i detyron njerëzit, që ka pushuar njerëz nga puna dhe që i detyrojnë prindrit i thon fëmijëve mos flisni. Po nuk folëm ne kush do flasim. Kush do flasim? Ne do të flasim. Edhe njerë më falni për nervin, ju dua të gjithëve. Qëndroni bashkë. Liderat e rinj do dalin, janë midis jush. Nuk janë të trashëguar nga sistemi para 90-s. Faleminderit.